Kurani ka zbritur si mëshirë e Zotit, si manual i përkryer për t'i treguar të drejtën dhe të vërtetën njeriut. Thot Zoti i gjithësisë në Kuranin famlar: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dhe zbresim nga ky Kur'an atë që është shifa, është shërim për çdo smundje shpirtërore, për çdo smundje dhe problem familjar, për çdo smundje dhe problem shoqëror me të cilit mund të përballet besimtari. Wa rahmatun lil mu'minin, dhe është mëshirë për besimtarët. Nga Kurani humbin vetëm ata të cilët largohen prej tij, e mohojnë Zotin e bëhen prej zullumqarëve.